Me rrok deputetit tje. Pa tjetër. Tani, ky që sa po foli, kam përpara një vendim të një autoriteti të pavarur në Republikën e Shqipërisë, të cilin ky autoritet i pavarur e ka dënuar me vendim të formës prerë këtu, se i ka vjedhur Partisë Demokratike të dhënat dhe listat e antarëve të kësaj partisë lodhur për fat keq, që zgjedh lloj njeriu e fut brenda, u afuti Luli, për këtë Saliu nuk ka, Sali atje në Këshillin e Evropës, dëgjoje këtë, nuk ke faj për këtë, është prurje Lulit ky, është ky nga ata që unë këtu e kam vendimin, të ftoj, jo tani se tani s'ke mundësi ta marrësh, kur të vish herës tjetër, të çohesh e të thuash, ka një vendim ku ti je dënuar dhe partia jote është dënuar për vjedhje të dhënash personale? Pranove. Dhe nuk po hyk e vendimin lapajt, sepse ai është vendim që ti do ta kundërshtosh në gjykat, kur të marri vendimin e formës prerë, tezja e lapajt të marri fjalën dhe të flasi për këtë çështje. U po flas për këtë. I ke vjedhur Partisë Demokratike listën e antarëve. Imagjino çfarë je ti. Këta të marrin të fusin qyl. Deputet dhe ti u vjedh të dhënat dhe u çon email pa leje antarëve të Partisë Demokratike. Turp të vi. Por mua, por shumë nga kolegët këtu sot, mendoj që kjo është një prej çështjeve më të rëndësishme të agjendës së punës së Kuvendit. Po votojmë një marrëveshje e cila është historike sa i përket fushave, është historike sa i përket nivelit më të lartë të marrëdhënieve bilaterale mes dy vendeve tona, për të cilat nuk ngurojmë as ne majtas e as ju djathtas, të jemi mirënjohës qeverive ndër vite të Republikës Italiane, që nga viti 1991, kur populli italian, qeveria italiane, policia italiane, të gjitha strukturat e shtetit italian në mars e pas marsit, në fakt, duke filluar që nga korriku i vitit 1990 me shqiptarët e parë që ikën përmes ambasadave, treguan gatishmërinë, por dhe dashurinë e popullit italian për të mikpritur vëllezërit e motrat tanë në ato vitet vështira për vendin tonë. Dëgjova një koleg i cili me drejt e nënvizoi faktin që ka qenë student atje dhe janë të shumt edhe në këtë sallë, të cilët kanë pasur fatin, kanë pasur mundësinë të jenë student në Itali. Dhe tani dashur koleg, jemi në momentin që besoj që dhe ju grupi parlamentar i Partisë Demokratike, edhe pse kjo marrëveshje është diskutuar nga qeveria e kryeministit Rama, edhe pse sektor të ndryshëm të kësaj marrëveshje janë diskutuar nga ministrat e qeverisë socialiste, unë besoj që ju votën do ta jepni për shkak se ky është një raport special mes dy vendeve tona. Unë dua të ndalem tek pjesa e diasporës. Zoja e zotrin deputet, ne diasporën nuk duhet kurse si ta kujtojmë vetëm kur vinë votat. Nuk duhet kurse si pas gjithë atyre turavrapeve, mitingjeve, takimeve që patëm gjatë kohës që parapriu 11 majin, dhe tani të kujtohemi pas 4 vjetësh në 2029 për shkak se në zgjedhjet vendore diaspora nuk voton. Na duhet domosdoshmërisht
edhe si kuvend i Shqipërisë një qasje e ndryshme në marrëdhënie me diasporën. Jo vetëm me diasporën shqiptare në Itali, e cila është më e madhja, edhe për shkak të numrave, edhe zgjedhjet e fundit treguan që numri më i madh i votuesve që u regjistruan është në Itali, por edhe në Greqi, edhe në Gjermani, edhe në Britaninë e Madhe, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Kanada, në vende të tjera të Europës, por kudo që shqiptarët jetojnë. Dhe unë mendoj dhe ju propozoj edhe grupit parlamentar Partisë Demokratike, se të tjerët kanë firuar, vinë këtu vetëm për të bërë zhurmë, por ju që jeni një parti e vjetër, të ulemi dhe të bëjmë një plan se si duhet i përqasemi diasporës, edhe duke përfituar nga komisioni i ri kuvendor i yni që ka brenda vetes dhe detyrave të veta marrëdhënie me diasporën. Do ishte e pafalshme nga ana jonë që të mos fillojmë të ndërtojmë një qasje të re. Samiti diasporës në 14-15 prill nuk është vetëm samiti diasporës i qeverisë, është dhe samiti diasporës i kuvendit, dhe unë jam shumë i sigurt që qoftë komisioni, qoftë deputet të opozitës apo të mazhorancës, kanë një rol për të luajtur edhe gjatë samitit diasporës, dhe besoj që zonja Spiro Pali, në cilësinë e ministres për Europën dhe punët e jashtme, e cila ka detyrën e organizimit, t'i gjejë dhe t'i organizoj një rol të veçantë deputetëve të mazhorancës dhe opozitës për gjatë samitit, të cilin besoj që do marrin pjesë të gjithë. Faleminderit, pa u zgjatur shumë.